35 vjet art ishte ekspozita retrospektive e piktorit të njohur dhe profesorit Reshat Ahmeti, e cila u hap mbrëmjen e djeshme në Galerinë e Arteve në qytetin e Tetovës. Ekspozit kjo e cila pasqyron rrugëtimin artistik të mbi 3 dekadash të piktorit i cili është bërë një emër i rëndësishëm i artit bashkëkohor në vend dhe jo vetëm. Për Ahmetin, pavarësisht periudhës kohore të krijimit, secila pikturë mbetet unike dhe ruan emocionet dhe kujtimet e një kohe të caktuar. Është e bukur mirë, po është e limituar nga mundësitë pak më të ndaja. I kam pru të gjitha periudhët të artit tim, filluar nga geometrizmi i lirë, nga tradita, enigma, një cikël i quajtur, depërtimi i dritës. Pra është një periudhë për 35 vjet, çdo periudhë kam gjetur ka një vepër, ashtu që ardashësit të kenë mundësi si ka shkuar historia ime artistike. Çdo vepër e ka atë vetë, por e kanë edhe magjinë e vet. Punimin e para 30 vite që e kam, kur e shoh, kthehet memoria e saj kohe, si jam gje, çfarë emocione kam patur e kështu me radhë. Domethënë çdo vepër e ka atë energjinë e vetë me të cilën lidhesh. Ashtu që s'u japish dëni pikturë përparësi. Çdo pikturë e ka të veten. Ashtu që çdo pikturë është unike, është botë e veçantë në vete. Ajo që në përgjithësi dominon në secilën nga pikturat është drita, pavarësisht tematikës dhe mesazhit që përçon, deklaroi Ahmeti. Esenca kryesore është drita në pikturë. Pa dritë ne nuk shohim gjë, por jo vetëm drita fizike, por dhe e shpirtërore. Përpiqemi në ta vepra, pavarësisht çfarë motive, çfarë cikle artistike, të dominon energjia pozitive. Të ketë energji, po të jetë pozitive. Dominon e drita, dominon e koloriteti, dominon e gëzimi i jetës. Arti dhe jeta janë mistere. Ashtu që këta dy kur përpiqet artisti ta tregonë misterin e jetës, është edhe më e bukur dhe e lehtëson shpirtin e njeriu. Drejtoresha e Galerisë së Arteve Arbenita Meta deklaroi se 35 vjetori i krijimtarisë së piktorit Reshat Ahmeti do të kurorzohet me publikimin e një monografie, promovimi i së cilës do të bëhet në shtator të këtij viti. Është një nder dhe privilegj i veçantë sigurisht për mua, pasi që unë jam dhe i studente që vin nga Fakulteti i Arteve të Universitetit të Tetovës. Është kënaqësi e veçantë për një student të bëhet pjesë e një organizimi kaq madhështor siç është 35 vjetori i krijimtarisë artistike të profesor Reshat Ahmeti. Siç e shihni, bashkëpunimi me profesor Reshat Ahmeti as pak nuk ka qenë, si ta them, e vështirë, ka qenë gjithçka e lehtë për shkak se kemi gjuhë të përbashkët komunikimi, gjithçka ka shkuar rregull. Kjo kremtë e 35 vjetorit do të kurorzohet edhe me publikimin e një monografie, të cilën promovim të asaj monografie do ta bëjmë në shtator të këtij vitit. Në atë monografi ne kemi përmbledh gati se të themi të gjitha veprat që profesor Reshat Ahmeti ka krijuar për to më shumë se 3 dekada. Përndryshe, ekspozita retrospektive 35 vjet art do të jetë e hapur deri në fund të muajit maj në Galerinë e Arteve në Tetovë, e cila është e hapur çdo ditë pune.